A e keni vënë re se si shumica e lajmeve tona flasin kryesisht për ngjarje ku dhunohet jeta e njeriut, ku krimi diskutohet sikur të ishte bukë me gjalp. Pra, krimi është bërë pjesë e jetës sonë të përditshme dhe media është bërë një lloj zëdhënësi i saj, duke marrë gjithë ditën me këto ngjarje. Por unë po ju them, gazetarë të dashur dhe redaktorë të dashur, që kjo nuk është përgjegjshmëri përballë publikut. Duket sikur ka një bombardim të përcaktuar për të terrorizuar mendjet e njerëzve, një lloj terrorizmi mediatik, në mënyrë që ndërgjegjet të mos jenë të qeta. A e dini ju se çfarë shkakton në mendjen e njeriut përmendja e detajeve makabre nga ngjarjet e ndryshme që ndodhin? Vetëm dhimbje. Dhe e dyta, që është më e keqja nga të gjitha, ngjarjet e këqija kur shikohen në televizor përsëriten. Prandaj ju lutem shumë, ligjvënës, zëdhënës, se çfarëdo lloj njeriu që ka fuqinë për të ndikuar në jetën tonë. Sa më pak kronik të zezë, sa më pak diskutime, sepse jeta jonë nuk është vetëm e zezë, të dashur miq, si emisioni jonë. Është bardhazi, ashtu është dhe jeta jonë. Prandaj sa më pak diskutime për të këqijat.